Në radhë po presim për ta caktuar datën dhe orën për të hyrë në testin praktik për patent shofer në Prishtinë. Edhe më gjatë do t'jetë pritja, derisa të njëjtëve do t'ju vi koha për vlerësim. Deri në 3 muaj një kandidat preti nënshtrohet testit praktik. Pritja ka qenë gjatë sipas përfaqësuesit të një autoshkolle në kryeqytet, është si pasojë e numrit të vogël të ekzaminuesve. Pritja për të hyrë në testin teorik zgjat deri në 1 javë, ndërsa për testin praktik kandidatëve u duhet të presin deri në 3 muaj. Arsyeja kryesore është mungesa e ekzaminuesve për pjesën praktike. ATV merr vesh se në Prishtinë aktualisht janë rreth 15 ekzaminues, të cilët gjatë një diti testojnë afërsisht 40 kandidat në vozitje. Sipas një përllogëritjeje të thjeshtë, një ekzaminues brenda 8 orëve punë mund t'i kushtojë një kandidati vetëm rreth 10 minuta në terren. Bazuar në këtë, sipas ekspertit të komunikacionit Nol Dedaj, testimi nuk mund të jetë cilësor në kaq minuta, derisa thotë se pritjet e gjata janë pasojë e keq menaxhimit. Për 8 orë, do thotë 6 deri 7 kandidat maksimumi është që mund mi testu secili ekzaminer. Në këto raste, po flas për kushtet e rregullta, të jashtëzakonshmet. Këto raste në qoftë se një ekzaminer i teston 40 kandidat, mund të kesh po ajo në komo testim. Aty kem korrupsion. Kjo është keq menaxhimi. Televizioni insistoi gjatë ditës të marrë një përgjigje në Ministrinë e Infrastrukturës nëse ka plan që numri i ekzaminuesve të rritet. Mirëpo e njëjta nuk ka kthyer përgjigje. Përveç pritjes për t'ju nënshtruar vlerësimit praktik, për rreth 1 javë ka qenë jashtë funksionit edhe sistemi paraqitjes për patent shofer.